Mirë se vini në kursin ton për Life Group. Si kanë lindur ata? Si do të menaxhojnë ata? Se i bëjmë ato në Sabao Church? Në vitin 2000, fillova të shija që shumë njerëz vinin në kishën ton dhe kishin një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe pyeta veten, çfarë mund t'u jepja të bënin? Jo të gjithë mund të predikonin të dielën ose të këndonin apo të bënin, pra gospelin e së dielës, por shumë njerëz kishin një potencial të madh. Dhe duke u lutur gjatë një konference, dikush më kishte dhënë një kaset, një gjë që përdorej për të dëgjuar predikime shumë kohë më parë, po flasim për vitin 2000. Dhe ajo kaset fliste për të pasur life group. Në atë kohë i quanin Qeliza. Ne kemi ndryshuar këtë emër pikërisht për shkak të periudhave në të cilat jetojmë, ku fjala Qeliza lidhet me terroristët e të tjera si këto. Dhe i kemi quajtur life group. Një grup jete, një grup për të ndarë jetën. Kështu që në vitin 2000, unë fillova të studioja pak për Life Group. Kam qenë në kishën e pastorit Yonggi Cho, i cili ka qenë një nga të parët në gjithë historinë e re që ka formuar këto grupe të vogla. Ai ishte shumë i sëmur, sepse i bënte të gjitha vetë, dhe në një moment, pasi kishte pagëzuar 200 persona, këtë ma ka treguar vetë ai, kuptoi që nuk mund të vazhdonte më. Dhe për herë të parë në histori, përdori njerëzit e kishës së tij për të predikuar, për të ndihmuar. Është kisha e parë përveç të tjerash që ka përdorur shërbesën femërore, sepse ishin gratis i përmarsve. Dhe ai krijoi këto grupe të vogla, duke u frymzuar nga Bibla. Ne e dim që Mojsiu ishte shumë i lodhur, sepse ai dëgjonte të gjithë njerëzit gjatë gjithë ditës. Dhe vjerri i tij, Jethro, vjen tek ai dhe i thotë: "Shiko, duke vepruar kështu do të lodhësh veten dhe do ta lodhësh edhe popullin." Dhe i dha këshillën që të ndaj popullin në grupe të vogla, 10, 50, 100, dhe bëri që ai të merrej vetëm me ato që ishin vërtet të rëndësishme, dhe jo me të gjithë njerëzit. Duke vepruar kështu, ai do të vendoste peshën, barrën e këshillimit, të rritjes së njerëzve, në duart e të gjithë udhëheqësve të fiseve. Dhe vetë do të merrej vetëm me ato që vërtet duhej të merrej, pra vetëm me rastet jashtëzakonisht të vështira. Ky parim është përcjell në kohë dhe në histori, pra nuk është vetëm Mojsiu që e ka bërë këtë. Mojsiu filloi ta bënte këtë, por me kalimin e kohës, shohim disa kisha të tjera që e kanë bërë këtë. E shohim për shembull te vetë Jezusi në dhjatën e re, kur duhej të shpërndante shumëzimin e bukëve dhe peshkve, u tha: "Uluni në tokë" dhe krijoi grupe të vogla, sepse kur ka shumë shumëzim, ke nevojë për njerëz të tjerë që të ndihmojnë të menaxhosh këtë shumëzim. Dhe ky është parimi i Life Group ose i qejzave. Pastori Yonggi Cho e ka marrë këtë, por nuk ishte i pari. Para tij ka qenë John Wesley. John Wesley, gjatë zgjimit në Angli, i quante ato band, dhe nuk e di nëse e dini, por John Wesley filloi pikërisht në shkolla dhe universitete të predikonte në grupe të vogla, duke besuar se thirrja për të bërë dishepuj nuk ishte një thirrje vetëm kishtare, pra vetëm për një pastor apo për një prift, por ishte thirrja e të gjithëve. Dhe kur Jezusi thotë të shkoni në gjithë botën dhe të bëni dishepuj, ai po u drejtohej të gjithëve. Kështu që Yonggi Cho, duke u mbështetur te gjithçka që kishte dëgjuar më parë, fillon të rikthej në botën moderne grupet e vogla nëpër shtëpi, dhe kisha e tij shpërthen, kur ai e vendosi shërbesën në duart e njerëzve dhe nuk e mbajti vetëm për vete. Kjo është një veçori që e dallon një kishë që thjesht ka life groups ose qeliza, nga një kishë që është vetë një kishë në qeliza ose brenda life groupit. Life groupet janë pjesa më e rëndësishme e kishës. Dhe imagjinoni që ka një ndryshim të madh, sepse kisha që ka life group është një kishë e përqendruar te ungjilli i së dielës ose shërbesa e së dielës, dhe gjithçka është e përqendruar te pastori që bën të gjitha gjërat, që menaxhon të gjitha gjërat, dhe pra është e përqendruar te pastori, te disa persona që punojnë me pastor. Por kisha nuk është aq aktive. Kisha merr, ndërsa një kishë e themeluar mbi life group, do të thotë që mbledhja më e rëndësishme nuk është as ajo e së dielës, por mbledhja më e rëndësishme është ajo nëpër shtëpi. Sigurisht, këtë nuk e ka shpikur Yonggi Cho dhe nuk e shpikim as ne, sepse ky është modeli i kishës së dhjatës së re. Aty të Veprat e Apostujve 2:42 e mëtej, do të gjejmë pikërisht këtë model. Thuhet se kisha mblidhej në tempull dhe nëpër shtëpi, pra kisha lokale është shumë e rëndësishme. Ungjilli i së diellës është shumë i rëndësishëm.
Është ajo mbledhje ku ne së bashku forcohemi, rritemi, por më pas gjatë javës do të shkojmë vërtet të punojmë me jetën e njerëzve. Imagjinoni që në një kishë të vogël të gjithë njihen me njëri tjetrin dhe mund të funksionojë ky modeli një grupi njerëzish, pastori, një grup i vogël që menaxhojnë kishën. Por imagjinoni tani një kishë me 3000 vjet një vet. Imagjinoni përkundrazi turma që vinte Zoti, sepse ky është qëllimi, pasi ne duhet të shkojmë në mbar botën dhe të bëjmë dishepuj. Në fakt, kjo fjalë është një gjerund, është duke shkuar, ndërsa ne shkojmë dhe ne duam kisha të mëdha, jo për të pasur kisha të mëdha, por për të pasur më shumë njerëz të shpëtuar. Dhe mënyra më e mirë, strategjia më e mirë për të kujdesur mirë për njerëzit dhe për të kushtuar vëmendje atyre, është vërtet që shërbesa të kalojë nga dora e pastorit te dora e kishës. Pra pastori me grupin e tij që e ndihmon, në rastin ton ekipi apostolik, u a delegon njerëzve, besimtarve të zakonshëm, që të bëjnë gjëra, para se gjithash të fitojnë ambientin, njerëzit. Pra ka 4 pika të rëndësishme. E para është të fitosh ose të fitosh personin për Jezusin. E dyta është të konsolidosh, sepse ndoshta ai person ka ardhur një të diel, ka ardhur në një life group, por ende nuk e njeh Jezusin. Thjesht ka bërë hapin e parë dhe e ka pranuar Jezusin në jetën e tij. Ka filluar, por ka një proces. Dhe pastaj është procesi i konsolidimit. Në kishën tonë, gjatë procesit të konsolidimit, do të taktohet një person që quhet mentor. Mentori është ai person që do të prezantoj me jetën e kishës dhe gjithashtu do të prezantoj me jetën e krishterë. Ai do të mësoj të agjërosh, të lutesh, të fitosh familjen tënde dhe do të jetë si një mik më i mirë, si një baba ose një nën shpirtërore që të ndihmojnë të rritesh. Nuk është të thënë që duhet të jenë njerëz të përsusur. Mua më pëlqen shumë të mendoj që dikur kishte shumë prindër që nuk ishin studiuar fare, por ata u mësonin fëmijëve të tyre parime të rëndësishme dhe një stil jete serioz, plot me moral. Është e qartë që mentorët tanë janë të përgatitur, por nuk është kjo ajo që duhet të shohim. Përkundrazi, një jetë me Zotin dhe parimet që do të transmetoj edhe do të prezantoj një jetën e krishterë. Pasi ke konsoliduar dikë, kalom të pika e tretë, që është trajnimi. Dhe ky trajnim do të bëhet pikërisht brenda life grupeve, ku ne do t'i trajnojmë njerëzit që, së pari, të kujdesen për njëri tjetrin. Do t'i trajnojmë njerëzit të predikojnë, të administrojnë, sepse në një kishë të madhe ti jeton nga shërbesa e pastorit. Nëse pastori është më shumë ungjillëzues, atëherë do ta motivoj më shumë kishën në këtë drejtim. Nëse është më shumë apostull, do ta motivoj më shumë kishën të pushtoj. Nëse është më shumë profet, do të hyjë më shumë në profetike dhe kështu me radhë. Por brenda life grupit ne mund të ushtrojmë të gjithë shërbesat, edhe kjo është e mrekullueshme. Mënyra tjetër me të cilën ne stërvitim njerëzit është me Bible Academy, pra një shkollë biblike që do t'i ndihmojë njerëzit të rriten shumë në njohjen e Biblës, sepse në dishepullim, edhe pse ne do t'i ndihmojmë njerëzit, është një mënyrë më praktike, më shoqërore. Ndërsa në shkollën biblike do të mësosh edhe gjithë teorinë, që pastaj mentori yt do të ndihmojë ta vësh në praktik. Pika e katërt është të dëmbosh. Pasi ke fituar këtë person, e ke konsoliduar, e ke stërvitur, atëherë dërgon. Edhe ai person do të bëhet një life leader i ri. Pra një person që do të ketë në shtëpinë e tij persona të tjerë që janë dishepuj për t'i stërvitur, për t'i konsoliduar e kështu me radhë. Dhe kjo person do të marrë pjesë edhe në pagëzim, sepse kur Jezusi i tha të shkonim në mbar botën, ai tha që edhe ne do të pagëzonim njerëzit. Ai tha, bëni dishepuj duke i pagëzuar. Në fakt, pagëzimi nuk është një certifikate tani jam gati, por është një certifikate unë dua të jem një dishepull i Jezusit. Dhe kjo do të bëhet pra nga mentori. Nga këtu lindere, pra në vitin 2000, pasi bëra këtë pyetje dhe shkova të vizitoja kishën e Yonggi Cho, shkova në Kolumbi për të vizituar kishën e G12, të cilët atëherë kishin filluar të bënin edhe ata life group, por me një ndryshim. Ndërsa për Yonggi Chon ishte kështu, një person i vetëm kujdesej për të gjithë, shumëzonte dhe vazhdonte të kujdesej. G12 tha, po, por janë shumë njerëz, ndonjëherë nuk arrim të kujdesemi për kaq shumë, dhe e kufizoi këtë grup njerëzish në 12. Nuk ka rëndësi, sidoqoftë nëse janë 12 apo 15. Ajo që Zoti i zbuloi pastorit Cesar Castellanos ishte se ishte më mirë të zvoglohej grupi i dishepujve, dhe kjo do të ishte më e shpejtë. Ndërsa në vitin 2013, pasi kisha jon tashmë ishte një kishe e strukturuar me life group, ku unë kisha trajnuar për një vit, liderët e mi për të filluar, ne në fakt patëm një tjetër përmirësim.
Unë kam qenë në një qytet që e quhet Santarem, dhe pash që ata përdornin atë që quhet EMDA, metoda e dishepullimit apostolik. Dhe atje pash që përveç një grupi të vogël me Yonggi Cho, fillojnë të rikthejnë live group ose e qelizat. Castellanos fillon të thotë të zvogëllojmë grupin e dishepujve për t'i kujdesur më mirë, ndërsa atje ata e kuptuan, duke parë një kurs që nuk ishte as kursi krishterë, por një kurs biznesi dhe politike, se të gjitha personat që mësoheshin në një grup të madh rrallëherë dilnin lider. Ndërsa kur mësoje një grup të vogël, nga ai grup i vogël, për shembull një grup prej 10 vetash, një person bilte si një lider i mirë. Por ata shihnin që në botën e politikës ose të biznesit, nëse mbaje dikë gjithmonë pranë vetes, kjo person 10 nga 10 bëheshin lider. Dhe kështu ata e adoptojnë këtë, mentorimin, që është edhe ajo që kemi adoptuar edhe ne. Pra, ne kemi si life groups, nuk kemi grupe gjigante, por kemi grupe prej 8 deri në 20 veta maksimumi. Varet edhe nga shtëpia dhe nga ai që ndjek grupin, pa një numër të saktë. Dhe aty brenda, lideri i grupit në thelb zgjedh 2 ose 3 persona për t'i formuar, për t'i trajnuar, të cilët do t'jenë ata që do të shumëfishojnë, sepse fjala qeliz që përdori Yonggi Cho vinte pikërisht nga biologjia. Po biologjia çfarë bën qelethe? Ato ndahen për të shumëfishuar dhe pikërisht për këtë arsye e ka marrë këtë emër. Pra parimi mbetet, ne nuk ndahemi, në të vërtetë ne shumëfishohemi. Dhe këtë përdorim. Nuk përdorim, duhet të ndahemi, por përdorim duhet të shumëfishohemi, sepse ky është në të vërtetë parimi. Dhe ai person do të trajnohet. Por çfarë do të shërbejë ky grup? Pra është një grup ku trajnojmë dishepujt që të jenë dishepuj. Kujdesemi më mirë për njerëzit në një mënyrë shumë të veçantë, një për një. Është një grup ku njerëzit do të rriten shpirtërisht, do të rriten pra në kohën e tyre të lutjes, në jetën e tyre personale, do të rriten në njohurinë e Biblës, por mbi të gjitha qëllimi i life group nuk është të mbash një grup studimesh biblike apo të kujdesesh për shpirtin. Është marrëdhënie. Është të krijosh brenda një kishe gjigante, marrëdhënie të ngushta dishepullimi, që të gjithë të mund të fitojnë botën për Jezusin.